fuqishëm partinë? Pse duhet ja heq grupit më të fuqishëm që ka sjellë dhe rezultate mua si Parti Socialiste, 1, 2, 3 dhe i rendit, dhe përse duhet ta heqin lojtarin më të mirë të skuadrës, sepse këta grindavecët e tjerë që s'më sjellin këtë rezultat kanë inat pse unë e dua këtë? Po unë mendoj që këta grindavecët nuk është se po kërkojnë më tepër se ç'duhet. Këta kërkojnë minimumin, këta kërkojnë të jenë pjesë, sepse Rama po thjesht i ka përjashtuar këtë, e ka lënë gjithë qeverinë me njerëz të Ballukut. Kështu që në këtë kuptim Ramës, nëse Rama mendon që unë me këtë grupin e fortë e mbaj qeverinë dhe vazhdoj dhe s'kam nevojë fare për këta dobësit në rregull. Çfarë mund ta gjej? Po kjo është problemi, i ke sot, po mund mos i kesh nesër. Pra ti duhet t'i japësh kur të zgjedhjet mbas 4 vjetësh. Shiko, paradoksi që e bën Ramën të fortë është fakti që ka përballë Berishën dhe është i sigurt në pushtet. Tjetër patjetër. Por në kushte normale çdo çbalancim dhe çdo prishje kohesionit brendshëm i forcës e rrezikon atë. Megjithatë edhe Rama nuk është i qetë, pse? Sepse nga ana tjetër Rama ka përballë Spakun, që është një opozitë themi e fortë. Dhe në një parti, në një situatë ku brenda Partisë Socialiste do ketë destabilitet, do ketë konflikt të brendshëm, sigurisht që Spaku bëhet më i fortë, sepse lufta politike ndaj Spakut bëhet më dobët. Kështu që në këtë kuptim, kur Spaku mund të sjellë nesër të papritura, Ramës nuk do t'i interesoj kjo prishje e kohezionit brendshëm partisë. Kështu që Ramës i duhet dhe i takon ta zgjidhë këtë situatë. E qartë. Dhe me sa shoh, Rama nuk po sillet me agresivitet, sigurisht po i imponohet, por për shumë në publik nuk po kërkon ta mbaj. Po ecën rast pas rasti. Po mundohet ta menaxhojë më ngadalë situatën. Po e sheh se si do të ndërtohet puzzle-i dhe pastaj nuk është ai njeriu që e di shumë mirë. Për të goditur. E qartë, e kemi parë në momentet saktuara. Ne dimë që Rama është i ashpër, është agresiv, është shumë. Kur është i sigurt për diçka, i thotë unë e ka vizion, e kam parë, di unë, ndërsa tani është i qetë, kjo do të thotë që po e sheh situatën me kujdes në natyrën e tij, pra natyra e tij politike, do të thotë që në këtë moment ai është i kujdesshëm, nga ai sa ne kemi parë, kemi vështruar. Sepse e kupton që sigurisht në politika një gjë, ti mund të jesh shumë i fortë, po ndodh një avari në sistemin që ti ke ngritur, një masë tensioni e kështu dhe gjithçka mund të shkatërrohet në duar. Pra politika asnjëherë nuk e garanci. Jo më kot Enver Hoxha priste. Ku kishte njëri i sigurt në pushtet, nuk kishte se. Po megjithatë i duar që përmes gjakut ta mbante sepse krijohet dhe paranojë xhanën, po gjithsesi e papritura në politikë është ndodh aty ku s'ta pret më. Aty ku është pika më e fortë, atje pikërisht është pika më e dobët. Kjo thuhet edhe në teorinë politike. Dhe kalojmë Partinë Demokratike, e cila në dallim nga Partia Socialiste që konsumon pushtet prej 13 vitesh dhe pushteti mbulon edhe krisjet, Partia Demokratike në këto 13 vjet vjen nga kriza. Sepse njeriu më i besuar i zotit Berisha u bë armiku dhe kundërshtarit i më i madh brenda së djathtës, siç ishte zoti Basha, dhe vjen pas një kalvari me një situatë ku partia ngriu, shkriu, iku vula, erdhi emri dhe më në fund jemi këtu. Pra Partia Demokratike e ka kryer atë ushtrimin e vështirë të qenit në opozit një dhe të identitetit, riskoj identitetin e saj si forcë politike. Megjithatë jemi në këtë pikë, ku në prag të zgjedhjeve përsëri fillojnë përjashtimet, vetë përjashtimet, Saljani nuk është më pjesë, pavarësisht se çfarë përfaqëson ai të demokratët, që mund ta duan, mund mos ta duan, por është një njerëz që ka vokacionin të garojë për kryetar. Nuk lejohet duke thënë u vetë përjashtua sepse ka disa gjëra, ka ca kleçka ky që nuk mund të hyjë në garë. Si do duket mentaliteti në këtë forcë që në dallim, siç e thash, nga PS-ja e ka prekur fundin dhe është ringritur? Unë mendoj që se ka prekur akoma fundin PD-ja. Dhe u shpërbë, hyri në logo me i parti tjetër, por mos ishte Meta, do ngele jashtë zgjedhjeve ndoshta. PD-ja hyri në një klim konflikti, por ai konflikt, nëse do ishte menaxhuar ndoshta ndryshe, mund ta nxirrte edhe më të fortë. Pra nëse partia do ish pastruar nga kjo, do kish prodhuar, pra do kish shkuar në një dorë reformuese. Problemi është që shkoi në një dorë jo reformuese, pra që bëri të kundërtën dhe ajo tashmë po humbet elektoral. Pra nëse dje ishte për çar, sot është totalisht e pabesueshme. Se kur ti je në konflikt shpeshherë dhe i sinqert dhe mund edhe të mbledhësh njerëz, po kur ti pastaj ke kthehesh në një bunker dhe e kthen në një pronë private partinë, kjo pastaj bëhet problematik. Megjithatë, ka një gjë, mendojnë, që ndryshe nga Rama, i cili është në pushtet, Berisha ka një problem që nuk ka çfarë t'i ofrojë njerëzve poshtë. Dhe të vetme gjëra që mund t'i ofrojë disa vende në parlament, që sa vine po rrudhen, po të kuren. Në këtë kuptim, atij duhet që
për ta mbajtur partinë, atij duhet të shuhet çdo zë kundra. Sepse ka një gjë, problemi më madh që ka Berisha është logjika. Logjika thotë që mjaft më 35 vite, një lider që i ka provuar të gjitha, që ka provuar dhe suksese, por dhe dështime të thella, tashmë është 82 vjeç, është non grata, është izoluar ndërkombëtarisht, nuk ka më asnjë shans, vjen pas një humbje më të thellë që ka pasur ndonjëherë në histori.